Ish banori i cili bëri rrëmuj të madhe për sa kohë ishte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Xhibani ka qenë i ftuar në një emision ku ka folur për shumë diskutime që kanë ndodhur ditët e fundit. Një nga këto ngjarje është pa diskutim rifutja e Eglit në shtëpi, në lidhje me marrëdhënien e saj me Gjestin. Xhibani u shpreh në këtë mënyrë. Është shkolluar, është artikuluar, i ka të gjitha të mirat. Me Eglin e vetmja gjë është që ta merr informacionin, si çdo lojtar tjetër ta kthen kundër, të përflet, dhe të gjitha këto gjëra dhe për Gjestin ndryshoi komplet 360 gradë drejtim, se ishte parimore, e drejtë e barabartë. Pastaj kur erdhi Gjesi dhe i tha hajde t'i godasim çfarë të kemi mundësi në moral në gjumë, Egli ndryshoi. Kjo është e gjitha mbi Eglin. I pyetur se pse ka këtë pasion për të folur për Eglin, ndryshe nga herë të tjera, Xhibani u përgjigj: "Jo, nuk e kam për Eglin, nuk po flas për Eglin. Absolutisht, thjesht unë di që Egli është në dashuri. Atë të shëndetit mendor e ka rrën. Është avokatja e djallit. Fiks, jo tani se po ndryshon, por me Gjestin ishte avokatja e djallit", përfundoi Xhibani, duke deklaruar në një farë mënyrë mendimin e tij karshi Eglit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.